Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme kemi të ftuar një mjek me profesion, mjek kirurg ortoped, zotin Ilir Hasmuça. Doktor, faleminderit shumë që pranuam ne. Ju jeni doktor në Spitalin Universitar të Traumës apo? Po. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Siç e the ti, është vërtet, unë jam mjek kirurg ortoped në Spitalin e Traumës për disa vitesh. Edhe di të them që profesionin tim e kam me pasion edhe vërtet jam krenar, ndoshta nëse dikush të më pyeste do bëj prapë një të zgjedhje. Me gjithë vështirësitë që ka profesioni. Pse zgjodhët mjekësinë? Jo të bëni tjetër zgjedhje, po e nisim nga A-ja. Po, është interesant në fakt. Shiko, secili për nesh kur ishim të vegjël, kemi pasur të ëndrat tona, kupton, po të na pyesësh, çfarë do bësh kur të rritesh, kupton, është kjo pyetje klishe që ne i bëjmë edhe fëmijëve tanë, kupton. Edhe unë kur isha i vogël kisha dy ëndra fakt, kupton, futbollist edhe mjek. Të bësha mjek, domethënë ka qenë një gjë që personalisht kam punuar në vetdije që çfarë them që 8 vjeçare, kupton? Dikush ndoshta se beson, po un kam punuar mendërisht që përveç se do jem mjek, do jem dhe kirurg. Se çfarë kirurgu nuk e dija, nuk isha përcaktuar akoma, domethënë po e përcaktova gjatë kohës që isha student. Domethënë kur bëja ato ciklet, edhe kur kam bërë ciklin e ortopedisë, jam djersi në shtëpi. Dhe thjesht e vendosa check aty tek lista e dëshirave të mia në momentin që do mbaroja mjekësinë dhe do isha gati për specializim. Kështu që, ka qenë një pasion fëmijërie, realisht, për të qenë mjek. I simuluar nga prindrit, e inspiruar nga ndonjë film, nga ndonjë libër? Jo, prindërit e mi nuk janë mjek, për thënë drejtë, njerëz të thjeshtë, me profesione të thjeshta. Se jam shumë krenar që jam djali i tyre dhe realisht na kanë rritur me shumë mundë me sakrificë. Dhe ja them shpesh edhe njerëzve që herëta nuk ka nevojë tha për të pas një trashëgimi nga mbrapa për të bërë një profesion të caktuar. Okej, ndoshta kur nuk ke trashëgimi nga mbrapa është pak më vështirë, se do duhet të çash të gjitha, domthonë të kalosh në disa rrugë të cilat familja nuk të ndihmon dot të thotë se si jam, ku do shkelesh. Kështu që domethënë ka ardhur komplet spontanisht ajo gjë, ka si ëndrat e fëmijë, kupton? Ndoshta unë kur kam qenë i vogël kam pas sa probleme shëndetësore të mia, kupton? Ndoshta edhe kjo ka ndikuar. Edhe këto probleme shëndetësore në fazat e para të shkollimit tim, klasë parë, klasë 2, klasë 3, ndoshta kam bërë që të kaloja nëpër spitale, nëpër mjek, gjithë me radhë. Ndoshta ka ndikuar pak edhe në subkonsciencën time që nesër ta fokusohem te mjekësia. Doktor, si është kalimi? Ju keni qenë një student fillimisht, ndoshta jeni inspiruar nga ndonjë mjek që jep të ortopedinë siç edhe zgjodhet më mbrapa, vijuat më pas me specializimin, me licencën që merret fillimisht, më pas me profesionin në një nga spitalet më të mira dhe me më shumë fluks, le të themi në Shqipëri, siç është Spitali Universitar i Traumës, për shkuar në Amerikë në një nga spitalet më të mira në një specializim 6 muajor atje. Si është ky kalim? Si e shikoni Iliri veten nga student në Shiko, kjo është pyetje shumë interesante, në fakt se tani kur e mendoj, domethënë kalojnë shumë gjëra në kokë. E para kur fillon fakulteti i mjekësisë, për dikë që domethënë është mjek, e di shumë mirë që të bësh mjek e para duhet ta kesh pasion. Askush tjetër nuk zgjedh profesionin e mjekut sepse thot mami ose babi që shiko, shife pak dhe bëu mjek. Domethënë, o duhet ta kesh vërtet pasion sepse është e para që shkollim i gjatë, pra fillon një fakultet rreth 6 vjet, por ky është vetëm fillimi. Në momentin që mbaron ke një periudhë kohë stazhi, do duhet të kaloj disa muaj, po mund të kaloj edhe një vit për të marrë licencën dhe për të punuar si mjek. Pra do të bën shtat. Pastaj do presësh konkursin e specializimit për të marrë një specialitet caktuar dhe që ti do. Domethënë, është një kur e mendon të bërit mjek, domethënë duhet t'i bësh llogarit mirë që për një periudhë caktuar kohe ti do jesh akoma student. Ndoshta nganjëherë do jesh në mungesë të ardhurash, ndoshta do jesh akoma barr për prindrit. Edhe kjo është hall më i madh njëherë, sepse ti shikon ndoshta shokë dhe shoqet e tua që ndoshta mbarojnë një shkollë me më pak vite dhe automatikisht futen në tregun e punës, dhe pastaj do fillojnë sistemojnë jetën e vet, ndërkohë ti je akoma student që pret nga prindrit ose nga bursa që mund të marrësh për të mbyllur muajin edhe për t'ia dalë. Domthon,
Por ne them që do një pasion dhe një sakrificë shumë të madhe si profesion. Dhe çështja e zgjedhjes pastaj specialitetit personalisht, në momentin që ne jemi në shkollë, pa universitet, në vitin e 4 fillojnë këto ndarjet fillojnë lëndet klinike. Pra ne kalojmë në secilin për specialiteteve, kardiologji, ortopedi, dermatologji, të gjitha me radhë. Dhe unë di të them që në vitin e 4 në Fakultetin e Mjekësisë bëhet edhe cikli ortopedisë. Dhe është shumë interesante sepse thash, është një nga ato specialitete në të cilën në momentin që u kam bërë të ciklin, jam ndirë si në shtëpinë time. Pra duke sikur ishte ambienti që më përkiste mua. Dhe në atë periudhë as nuk e mendoja që do isha ortoped, po thash, mora një laps dhe thash, çek, pa e fus te xhepi, që kur të vi momenti, thjesht ta kem parasysh që ndoshta mund të konkurroj edhe për kirurg ortoped. Erdhi momenti, konkurruam, e fituam dhe ku jemi, kirurg ortoped. Doktor, si e kujtoni kirurgjin tuaj të parë, operimin tuaj të parë? Ka qenë vështirë? Shiko, kur je një, sidomos gjatë kohës specializimit, ti je specializanti, je asistenti i kirurgut primar, edhe në momentin që ai të lë një operacion, po themi, është ai mbi ty, edhe është ai përgjegjësi, po themi, edhe ti ndoshta je pak më i relaksuar emocionalisht. Është ndryshe kur mbaron specializimin dhe bëhesh kirurg primar, edhe ai pacienti, kartela i pacientit ka emrin tënd aty, pra ti je direkt përgjegjës për ecurinë dhe shëndetin e tij dhe për trajtimin, pra ai ta ka besuar ty veten e vet. Operacioni i parë ka qenë një djalë i ri, me sa kujtohem, operacioni im i parë zyrtar si kirurg primar, ishte një frakturë të një gishti, që për një kirurg me eksperiencë ajo ishte çuja më e thjeshtë, buke djathtë po themi ne, dëgjuan në zhargonin popullor. Dhe për mua ishte emocion i jashtëzakonshëm. Tani dikush më ka besuar dhe unë duhet të bëj një operacion që për atë që është me eksperiencë ishte gjë më e thjeshtë, për mua do thoshti mund të dridhen edhe duart në atë moment. Thjesht dëshira e mirë që ti ta bësh punën siç duhet, edhe për t'i treguar dhe kolegëve që ti je pjesë e një ekipi të ri që edhe unë ja dal, edhe unë di t'i bëj gjërat, kupton? Pastaj vjen gradualisht me kalimin e ditëve, me kalimin e pacientëve, fiton siguri, eksperiencë të gjitha me radhë. Doktor, ju tha pak më herët që mendonit në kohën që ishit një student me shumë vite, që ishit barë për prindrit, po ku morët në dorë atë diplomën. A thatja dola? Shiko, edhe kjo është shumë interesante në fakt, momenti që mbaj mend që kur u diplomova, kam bërë një postim në Facebook, I did it. Pra ja dola, kupton? I thonë dhe vetes se okay, ja dolëm, do thonë ky është starti, po themi, kupton? Ka një gjë shumë interesante në fakt. Momenti që ti mbaron, ke ato ëndra tash për çështjen e specialitetit, se specialiteti faktikisht është të jep një lloj sigurie, rehatie, domethënë kanalizimi, ti domethënë nuk je më mjek i përgjithshëm që duhet merresh me çdo gjë, po ti do kanalizohesh në një profil të caktuar. Dëshira shumë e madhe për të punuar në spitale, dhe kjo është një ëndër për të gjithë mjekët që mbarojnë, sepse jo të gjithë do kenë mundësi të punojnë në spital. Aq po tepër të punosh në një spital terciar, pra niveli më i lartë i specialitetit. Kështu që, domethënë, momenti që mbaron ka shumë dilema. Ti nuk e di se si do vi, se si është e ardhmja, ti nuk di se sa mbështetje do kesh. Ndoshta të dridhet dora kur t'japësh recetën e parë. Duket si medikamenti më i thjeshtë i zakonshëm që ne japim është paracetamoli. Imagjino tani ti je mjek i përgjithshëm në një fshat të largët, unë kam punuar për rreth një vit e gjys para se të futesh në specializim, kam punuar një mjek në ca fshata të larga të Tiranës, fshatet e prindërve të mi. E them me krenari, domethënë që ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, më ka bërë shumë mirë si mjek, ka mësuar gjëra, të cilat besoj që po mos tisha aty, domethënë nuk do i mësoja, kupton? Më ka hica frikra. Dhe të them që receta e parë që është dhënë, domethënë për shkrim për një bebe, domethënë mund të them që mund ta ke marrë në telefon atë prindin ja 3 herë, 4 herë derisa filloj ta përdorë, kupton, ka një reaksion, ka një efekt tensor, ka një gjë, domethënë është ndjeja e lartë e përgjegjësisë edhe kjo pasiguria e fillimit. Është ndodh për gjithë, kupton, është një gjë normale besoj unë.
Duke parë nga larg, doktor, fusha juaj e ortopedisë, kirurg, ortoped duket shumë e vështirë. Sa e vështirë është për ju, ndoshta është normalitet tashmë, por që shpeshherë të shërosh dhimbjen e një pacienti duke i shkaktuar përsëri dhimbje. Shiko, çështja e fushës time, fushë ku unë operoj, pra ortopedi, traumatologji, pra nuk bëjmë vetëm, po themi, shumë njerëz nga herë nuk e ndajnë dot të gjë. Pjesa është fushë e gjerë. Pra kemi traumë të ortopedisë ku futen fraktura, dëmtimet e ligamenteve, plagët, dëmtimet e muskujve, tendineve gjitha me radhë, ku futen te pjesa e traumës. Po kemi edhe problemet ortopedike, siç janë artrozat e gjurit, artrozat e artikulacionit kokso-femoral të këllkut, të gjitha me radhë, të cilat kërkojnë operacione që nuk futen te trauma, po futen tek protezimi, tek rikonstruksioni e artikulacioneve. Tek të cilat pacienti nuk është se ka një traumë, ai thjesht ka dhimbje, ka një kufizim të lëvizjeve, ka një, po themi, një prishje të cilësisë së jetës së tij të përditshme. Dhe ai vjen tek ty dhe thotë që kam këtë problemin. Dhe ti thua, shiko që zgjidhja e vetme është të bëjmë këtë operacionin dhe të bëjmë protezën, po themi, kupton? Dhe puna është që po flasim për një njerëz i cili nuk ka asnjë plag. Pra ti do ta marrësh në sallën operatore, do t'i bësh një plag. Pra do t'i shkaktosh diçka. Pra do heqësh kyçin e dëmtuar dhe vendosim atë protezën, po ndërkohë ti ke dëmtuar diçka, pra ke prerë atë kockën, e ke zëvendësuar me diçka tjetër. Dhe me shaka i themi, ti futesh me këmbët e tua dhe del me krevat, kupton? Domethënë, ky është një lloj përgjegjësie e madhe për ne, sepse pacienti na beson. Pra beson fjalën tonë, beson zgjidhjen që ne i japim, dhe pret që edhe performanca ime ose e kolegëve të mi të jetë në maksimumin e maksimumeve. Kështu që përgjegjësia është gjithmonë e lartë. A është vështirë, doktor, që të paraqesesh në një jetesë normale me shumë profile, me profilin e mjekut, me profilin e babait, me profilin e një komshiu, me profilin e Ilirit shok? Shiko, nga herë tani ndoshta njerëzit nuk na thonë edhe emrin më Ilir, kupton? Gjithmonë vjen atë parashtesën përpara doktor. Ka raste nga herë që edhe njerëzit me të cilët ti je rritur, kupton, e bëjnë këtë gjë. Ndoshta e bëjnë edhe unë i mirë kuptoj, kupton, edhe i falenderoj realisht sepse e konsideroj respekt për atë që ti je, për profesionin. Po nga herë duke bërë kaq shumë gjëra njëkohësisht, pa kirurgun, mjekun, bashortin, babain, fëmijën, sepse fëmia i prindi, komshiun e gjitha me radhë, njeriu dhe lodhet, dhe e zaurohet nga herë, dhe ka nevojë të pushojë. Normalisht ky telefoni jon shumë rrallë fiket, mos them që nuk fiket asnjëherë. Dhe përpiqemi gjithmonë që t'i përgjigjemi të gjithëve, t'i përgjigjemi qoftë komshiut, kushëririt, njerëzve të afërt shtëpisë, pacientit, kolegëve, domethënë përpiqemi të jemi pak të konsumojmë shumë nga koha jone. Po fund ditës satisfaksioni nga herë i profesionit është shumë më i madh se sa lodhja nga herë, kupton? Nga herë personalisht problemi më i madh është me fëmijët. Fëmijët realisht e ndjejnë më shumë këtë konsumimin e kohës, sepse ata të kërkojnë më shumë. Unë kam 2 fëmijë, një djalë dhe një vajzë, 8 dhe 4 vjeç, edhe ata realisht e vuajnë më shumë këtë mos prezencën me kohën e mjaftueshme për të qenë me ta, duan të luajnë, duan të kalojnë kohë, kupton, dhe kjo nganjëherë është pak të ngarkon edhe emocionalisht, me thënë drejtën. Qartë, doktor, ju besoni në Zot, nuk e dini se publiku e din, por profesioni që ju keni dhe mrekullitë që ndodhin në të, a ju kanë shtuar më shumë besimin në Zot? Është e vërtet, unë jam besimtar, besoj ekzistencën e Zotit, dhe e them me shumë krenari, me thënë drejtën. Biles ndjem shumë i bekuar, realisht që Zoti kjo është mendimi im personal. Nuk duhet të them fjalën fat, po ndej veten shumë bekuar që Zoti më ka hap zemrën edhe më ka bërë besimtar. Sepse unë e di shumë mirë që se sa të dobët jemi ne si qenie, edhe sa të fortë jemi njëkohësisht, po ne realisht
me atë që unë shoh për ditë, ne nuk jemi zot të vetes tonë, pra të trupit tonë. Pra ne nuk është se e komandojmë dot atë. Pra ne thjesht e përdorim atë. Dhe presim që çdo gjë të shkojë mirë, por ne domthonë ne nuk jemi ato zotruesit e vërtet të trupit tonë. Kështu që të qenit mjek, mua jo vetëm që ma ka shtuar besimin te Zoti, kupton? Sepse pothuajse për ditë shoh mrekulli në syrin tim. Për sa kohë që unë ndërhyj në trupin e dikujt për të riparuar një defekt, po ndërkohë që edhe unë vetë pres shërim. Pra nuk është se unë them që mbasi mbaroj operacionin, them që tani mbaroj çdo gjë është super okay. Unë them mbaruam operacionin shkoi shumë mirë deri tani, por ne do presim se si do reagojë organizmi i këtij njeriu. Pra edhe unë pres, realisht. Pra unë trajtoj, nuk shëroj. Dhe ky është koncepti. Koncepti që është unë bëj lëvizjet e mia, teknikat e mia operatore dhe pres pastaj të shërohem. Kështu që e them dhe herë që unë ndjej veten me shumë fat që jam besimtar. Edhe me shumë krenari e them. Meqenëse jeni të fat, ju tha pak më herë doktori që është fat që punojnë në një spital siç është ai i traumës, që jo shumë persona kanë fatin. Shpeshherë e parë nga afër, siç e shikoni ju, është fat apo përgjegjësi të punosh tek një spital si trauma? Shiko, unë them fat për çështje profesionale, kupton? Sepse jo të gjithë kanë mundësi që të jenë pjesë e spitalit. Pra, mund të ketë shumë njerëz që aspirojnë për të qenë pjesë e spitalit dhe jo të gjithë i arrin të jenë. Prandaj them që është fat dhe privilegj. Duke qenë se është qendra më e vetme terciare e profilizuar për traumat. Pra nuk kemi qendër tjetër ekselence për traumat përveç spitalit të traumës. Kjo është fakt, domethënë është një gjë të cilën nuk e mohojmë dot. Kurse përgjegjësia është e madhe sepse kemi të bëjmë me shumicën e rasteve kemi të bëjmë me pacientë të cilët janë të politraumatizuar, pra kanë bërë aksidente të rënda, me fraktura të shumëfishta, me dëmtime të kokës, me dëmtime të kolonës, me dëmtime të anësive. Dhe ngaherë tha, domethënë ajo fija që ndan jetën dhe vdekjen tha është në qindjet e sekondit, ka të bëjë shumë me vendimet që merren në atë moment, si ekip, jo individuale. Por ne po them që edhe përgjegjësia është vërtet shumë e madhe, kupton? Ngaherë pritshmëritë e njerëzve janë më të mëdha se sa ne mund të kemi kapacitetet edhe mundësitë. Shumë njerëz mund të kërkojnë që ne të kemi po themi teknologjinë më avantgard në botë, po zakonisht kemi edhe shprehjen që secili duhet t'i shtrikojë sa ka organin. Po flasim për një vend me 3 milion banor, ku sa do të përpiqemi ne të kërkojmë t'i afrohemi ca sistemeve shëndetësore më të avancuara, nuk e bëjmë dot sepse jemi të vegjël realisht. Dhe ne ngaherë do shtrim kohë sa kemi organe, por ngaherë do të jemi të kënaqur tha me atë që kemi. Sepse ti përmende pak më parë spitalin nga unë ka marrë tani, para 2 muajve jam kthyer realisht. Unë kam qenë në një spital, kam qenë me shumë i bekuar që pata shansin që të jem për rreth 6 muaj në një internship në New York City, në spitalin më të mirë të botës ortopedi, i cili quhet Hospital for Special Surgery. Do thonë dhe kjo gjë është fal profesor Daniel Green, i cili është miki imi, cilin e kam njohur që përpara dhe ishte çelësi pse unë hyra aty. Pastaj edhe fal ADF-s, që cila mundsoi një scholarship, një bursë 6 muajore. Pra, u bën këto dy gjëra bashkë, që unë kisha mundësi të hyja në atë spital, që në muajin e parë, po themi, edhe vetë nuk e besoja që isha aty. Edhe njerëzit më thonin, ti e di se ku je? Thosha, ore, di që jam te ky spitali, por nuk e di ti je në spitalin më të mirë të botës në këtë fushë. Dhe nëse ne do kërkonim të njëjtat standarde si atje, them që do ishte pak e tepruar. Ky është mendim personal i imi, dikush që e ka parë nga afër. Kështu që për ne them që spitali jon a mund të jetë më i mirë? Absolutisht po. Gjëra për përmirësim ka pafund, pra ne mund të jemi shumë herë më të mirë. A jemi më mirë se përpara? Unë mendoj që jemi më mirë se përpara. Pra, kemi qenë më keq, jemi më mirë, a mund të jemi edhe më mirë, mund të jemi akoma më mirë. Por ngaherë thash, në këtë moment, shtrim këmbë sa kemi organe. Doktor, çfarë vetbesimi kthehesh kur ke kaluar një periudhë 6 muajore në një nga spitalet më të mira?
Thash, unë personalisht Amerikën se kisha menduar ndonjëherë. Ishte një arsie burr, fitimi i kësaj bursës. Sebeku bë im shoqe që insistonte apliko, thash. Ku shkon në Amerikë, kupton? Po apliko se nuk e dihet dhe bëra mirë realisht, e kupton? Kur vjen nga Amerika me, domethënë, duke qenë se ke punuar me, unë kam pas shansin që të punoj, thash, përveç profesor Daniel Greenit, pas shansin të punoj edhe me 4 profesorë të tjerë që janë eminenca botërore realisht. Si Matthias Bostrom, Amar Ranawat, Ernst Sink, Gregory Di Felic, domethënë mjek të jashtëzakonshëm me një kontribut të jashtëzakonshëm për çdo që mund të googloj pak për ata, kupton, është po unë personalisht falenderoj Zotin rreth parë që më mundsoi, sepse as nuk e mendoja, faktikisht ajo që folëm pak më parë bashkë që ti ke planet e tua, Zoti ka planet e veta për ty. Dhe njëherë planet e Zotit janë më të mira se tuat. Prandaj unë dhe çështja e vetbesimit patjetër që vjen me vetbesim më të madh, realisht. Domethënë, ke heq ca frikëra, di që ke ca miq atje, për çdo komplikacion, siklet që mund të kesh, mund t'i shkruash, mund t'i telefonosh, mund t'ia çosh rastin ta konsultosh. Ata nuk e kanë problem fare, biles e kanë për kënaqësi të asistojnë, të të asistojnë, të këshillojnë, të të japin një mendim ekstra. Domethënë, kjo është një lloj privilegji realisht që nuk e kanë gjithë. Unë ndihem shumë i mikluar faktikisht, shumë i begatuar që e kam këtë mundësi. Kështu që vi domethënë me një mendje kështu të rehatuar, po themi, kupton? Doktor, sa i fort ndihesh emocionalisht pas çdo betejë, çdo ditë në spitalin e traumës? Kur shikon raste pafundme shumë vështira. Jo vetëm unë, po të gjithë kolegët e mi, ne me shaka themi që ne do të jemi pak të çmendur që bëjmë punën që bëjmë. Realisht, sepse domethënë të marrësh përsipër gjëra tha që ndonjëherë tha dikush tjetër do thonë nuk ka asnjë shpresë, kupton, po ti thua, okay, ne pa provojmë mirë, kupton se për këtë punë jemi këtu. Do të jesh shumë i fortë emocionalisht, realisht. Edhe di të them që ne të gjithë jemi shumë të fortë emocionalisht, thjesht për faktin që punojmë aty. Dhe kjo është, domethënë, nuk e di të them është për tu mburr apo është për qenë modest. Po di të them që po flasim për njerëz të cilët mbajnë mbi supe përgjegjësi shumë të mëdha. Kështu që për sa kohë që mbajmë mbi supe këto lloj përgjegjësisht, do thotë që deri ku jemi të fortë emocionalisht. Kështu që e përballojmë mirë këtë pjesë. Doktor, ju ndeshni çdo ditë me raste të shumta, cilat janë rastet që ju veçoni? Shiko, zakonisht rastet më problematike janë rastet që janë aksidente të shumëfishta me politrauma, pa që nuk po flasim vetëm për dëmtime që i takojnë vetëm ortopedisë, po flasim për pacientë cilët nuk dëmtojnë vetëm anësitë, po themi femurin, kërcirin, krahët, po ka dhe njerëz cilët dëmtojnë kolonën, dëmtojnë pjesët e barkut, po themi dëmtojnë kokën. Pra, po flasim për raste ku trajtimi nuk është vetëm ortopedik, po është multidisiplinar, duke përfshi neurokirurgët, duke përfshi kirurgët e përgjithshëm, me problemet e brinjve, problemet e abdomenit, po themi të barkut, që ku dëmtohen organe vitale, siç mund të jetë shpretka, mëlçia, zorët, kupton? Këto janë raste që janë, domethënë, sidomos reanimatorët dhe anestezistët duhet i përmendim dhe duhet i falenderojmë realisht sepse bëjnë një punë të jashtëzakonshme realisht. Pra një kirurg pa një anestezist është gjysmak. Edhe po shfrytëzoj rastin që t'i them edhe kolegëve të mi anestezist që ju falenderojmë vëlla për punën. Na bëni hallall ndonjëherë kur ju bezdisim edhe ju mërzisim, po jeni pjesë shumë e rëndësishme e jona. Kështu që këto janë rastet realisht. Doktor, ne kemi parë që kohët e fundit ka ndodhur aksidente të tmerrshme me pasoja edhe vdekjen. Por ndoshta për sensibilizuar dhe për treguar diçka ndryshe, ka shumë persona që humbin jetën nga aksidentet, por ka dhe persona të tjerë që ndoshta jeta e tyre nuk është më njësoj pas aksidentit, ka paraliza ndoshta të përhershme. Shiko, njerëzit duhet ndërgjegjësohen që shpejtësia të merr jetën e parë punës. Nëse nuk ta merr jetën,
të lë me pasoja për gjithë jetën. Pikërisht. Edhe sepse shumë njerëz nuk arrin ta perceptojnë dot këtë që jeta mund të ndryshojë brenda sekondit, domethënë siç ndryshon nata me ditën. Pra nga një njeri që ishte plotësisht i shëndetshëm, i futesh një kalvari vuajtjesh, sakrificash, operacionesh të një pas njëshme, të cilat me siguri në 99% të raste nuk do të kthejnë më ashtu siç ishe. Kështu që secili prej nesh është në rrugë, para se të shketi gazin, do të mendoj mirë për këtë gjë. Do të thënë, për veten e vet, po edhe për të tjerët në rrugë. Realisht. Sepse ti po ngjet një mjet i cili është, domethënë ti mendon që e ke ti nën kontroll, po realisht as atë nuk e ke nën kontroll. Po flasim për një makinë e cila kontrollohet nga ato timoni, pedalet që ti ke, dhe nuk e di se si mund të jesh kaq i sigurt që ajo gjëja do ndaloj kur ti do që të ndaloj. Kështu që secilit po i them që të ecurit me kujdes, mos konsumimi i alkoolit gjatë kohës që ecën do ishte idealja për të shmangë në maksimum aksidentet. Në këto vite doktor që ju keni ushtruar këtë profesion, cili është rasti që nuk ju ikën nga mendja? Shiko, ka raste, domethënë di që është pak e vështirë realisht të kujtosh në moment, po shumë më mend ka një aksident 2 djem të ri, ishin natë me motor, një makinë godet, realisht i fluturon në ajër, edhe vinë me shumë fraktura, të zbet, me takikardi, pra ishin në gjendje shumë kritike realisht. Domethënë me fraktura pafund, me plagë të hapura, domethënë që secili prej nesh kur i shikonte thoshte që këto nuk ja dalin dot. Realisht, po në hyrjen kohë e gjithë ekipit, sidomos reanimatorë fillimisht me reanimim, me transfuzion gjaku, likide, gjitha me radhë dhe pastaj pjesa jonë, ortoped, neurokirurg, gjitha me radhë që stabilizojnë frakturat fillimisht dhe japim një lloj stabiliteti gjithë trupit në atë moment. Por i të mundush ata të dy çunat të shpëtonin dhe janë shumë mirë sot, mbas gjithë operacioneve, jetë normale, jetë komplet normale. Dhe kjo është lloj satisfaksioni pastaj është. Nuk është se janë vetëm këta, ka raste pafund, po kjo është ajo që më kujtu tani në këtë moment. Doktor, nëse do kishit një mesazh për mjekët e rinj, për ata persona që aspirojnë që të futen në këtë profesion, cilat do të ishte? Unë ja them gjithmonë të gjitha, kushdo që më pyet që ka një fëmijë po themi që po mbaron gjimnazin dhe pa mendojnë ç'është e mjekësisë, po si mendon ti për mjekësinë? Dhe shiko, nëse vajza ose djali nuk e ka pasion, mos e shty. Ka shumë njerëz që thonë bo mjek sepse është profesion ka prestigje, kupton? Okej, është vërtet kjo gjë. Por nëse ai fëmia, goca, çuni dhe goca po themi, nuk e kanë pasion. Pasion do thotë ta duan, ta dashurojnë. Të jenë gatshëm të sakrifikojnë sepse shiko, për ata që kanë bërë mjekësi, mjekësia fillon malore. Pra, provime, ndryshon komplet mënyrat e studiuarit, dikush ja del, dikush s'ja del, pjesa më e madhe janë në zonës që kanë qenë të 10-s, po themi në gjimnaz, imagjino një klasë me të gjithë 10-ta e gjimnazi, konkurrencë frikshme, secili do t'ja dali prapë ashtu siç ishte, jo të gjithë ja dalin, dikush ja del ndjehet i fortë, edhe thot unë ja dola edhe këtu, dikush tjetër nuk ja del aq dhe fillon të depresohet, të shkoj unë s'po ja dal, si ka mundësi, isha nxënës i mirë atje, si dola këtu, domthon, të gjëra komplet normale. Pra dikujt i thuhet që kur të futesh aty do të përgatitesh mendërisht që të gjitha këto gjëra do ndodhin, kupton? Po ti s'duhet të thyesh. Kjo është ta kesh pasion. Dikush që vjen vitin e parë dhe thotë ç'mu desh mua që u futa këtu, do thotë që s'e ke pasion. Pra nuk mund t'i thosh, unë ja them gjithmonë këshill edhe prindërve, mos i nxisni fëmijët tuaj të bëjnë mjekësi kur nuk e kanë pasion. Kur e kanë pasion, mos i pengone, se ka edhe të tjerë që i pengojnë. E ka pasion do çfarë do bësh mjekësi, është e gjatë, do jetë vështirë të gjesh punë, do është vështirë t'ja dalësh, të ecësh përpara, sidomos për gocat do ngelni pa martuar, e kupton, pa krijuar familje, gjithë me ato. Janë ca gjëra që vinë kështu.
Dhe unë gjithmonë këtë këshillë e them. Ai që do të bëhet mjek, e para duhet të ketë pasion, duhet ta dashurojë. Siç unë e thash përpara që unë po të më thuash do zgjidhje po të njëjtën gjë, po të kisha mundësi po do zgjidhje të njëjtën gjë. Do bëje prap të njëjtë ortopedin, po do bëje prap ortopedin. Me të gjithë hallet, problemet, brylat, vështirësitë që mund të kesh për t'ia dalë, është çështje pasioni. Pra edhe unë mund të zgjedh të bëj një profesion tjetër. Kur konkurova unë atëherë, unë përveç mjekësisë fitova inxhinier ndërtimi, inxhinier elektronike dhe ekonomik. Pra unë kisha zgjedh një nga këto të katërta dhe sot mund të isha një inxhinier ndërtimi, shumë i mirë. Mund të isha një ekonomist shumë i mirë, mund të isha një inxhinier elektronik shumë i mirë. Po mjekësi do zgjidhja, kupton? Është çështje pasioni. Kështu që e vetmja këshill është pasion, punë, ndeshmëri i gjitha, kupton? Dhe tjetër që kam mësuar unë nga gjithë kjo periudha ime, unë jam diplomuar në 2011. Realisht. Mjek tamam kam filluar në 2013, tani jemi 2026. Pra mund të them që kam 13 vjet si mjek. Dhe ndoshta e kam kryer lloj eksperiencë, nuk jam të mjekët, jam të mjekët e ri mesatar, po themi, që ka kryer lloj eksperiencë. Mjekësia dhe ertësh, dashurohet, punohet fort, kërkohet të jesh më i miri. Jo patjetër ti do jesh më i miri, po duhet punosh për të qenë më i miri. Ose më saktë duhet përpiqesh. Nëse ti je i kënaqur me veten tënde, është okay. Ti nuk mund ngelesh duke thënë që unë mbarova mjekësinë tani, jam mjek i përgjithshëm, po punoj me familje, s'kam asnjë lloj ambicie tjetër. Jo, duhet të kesh ambicie. Ambicie pozitive, kupton? Pse jo ti mos jesh një specialist i mirë? Edhe të zgjedhësh atë që ti mendon që e bën më mirë. Pastaj ne harrojmë gjë tjetër, kjo pastaj është reflektim për veten time. Ne ngaherë përpiqemi të bëjmë vetëm profesionin, por ndërkohë që ne harrojmë që në momentin që bëhemi profesionist, edhe kemi lloj eksperiencë, ndoshta nuk duhet përqendrohemi vetëm tek profesioni jonë dhe te familja jonë, ndoshta duhet marrim edhe përgjegjësi publike ngaherë. Këtë e kam në reflektim personal. Do thonë, vjen momenti që secili prej nesh do të japë edhe një mendim për çështjet publike që na rrethojnë. Unë e mendoj të vetë ime tani sepse jam prind, shoh fëmijët e mi që po rriten, dhe ngaherë tha politikat që bëhen, që i vendosin të tjerë do ndikojnë edhe te fëmijët e mi. Kështu ngaherë edhe unë duhet filloj të mendoj të jap një mendim ekstra, jo vetëm profesional, edhe diçka ekstra për pjesën publike të vendit. Woo!